Edhe prapë kemi insulin aktive, dhe kjo është tash. Po ta lo recetën me spjegu që mos ta ndërhyjun. 2 gota miell misri i standard, miell misri i verë, që kemi edhe i blume normal, është shumë e thjeshtë edhe shumë e shpejt. Më thojmë mujna me bota më të vim për punës, edhe me pas shumë shpejt gati. 2 gota miell misri që është më i blume, është i blume njëjtë si milli, është ta mundet me fiksu edhe kamera, është njëjtë i blume si milli i bardh. Ama është miell misri? është miell misri. Në treg e gjeni miell misri të bluar, është më i blume dhe vreje, që është më konsistent. Një lugë të mesme sot bukës, edhe një lugë të mesme krep. Këto ta qesim. Unë e ku marrë kripën e trash. A tretet po? Po, tretet. Edhe shumë e thjeshtë, është një gotë kas. Kosi është ushqimi jam i preferuar në vend. Ja, unë e me kefire këndru. Po, edhe kefiri, po, kosi është tjetër nivel. Edhe afërsisht 2 gote ose një gotë qajt vaj ulliri. Gogja vaj? Për herë por Lena për qatë që ka shumë vaj me një recetë. Ulliri. Këtë qëto përrike. Që me liru hapësiren, që me po më mirë. Për ndryshe, kjo si buk tani mund të shoqohet me gjella, me tamam është si... Po, edhe i shtojmë ujë val, deri sa të buhet... A val? Po, deri sa të buhet trashësia njëjtë si një kek ose një ëmbëlsirë, jo e trash, do më tha nuk e ngjeshëm shë. Është një përparësi që kemi në probiotik prej kosit, kemi ndyrnat e shëndetshme dhe të mjaftueshme prej vajit të ullirit, kripen, edhe një bukë e shëndetshme pom. Edhe pak, që me pëllu edhe pak.